E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi me historinë e radhës. Këtë herë do ndalojmë tek historia e Elsës dhe Emanuelës. Janë dy motra të cilat kanë rënë në të njëjtën grop. Tani si do ta kuptoni këtë të njëjtën grop, do të befasoheni, por këto dy motra kanë të njëjtin burr. Si kanë arritur që të jenë të dyja me të njëjtin burr është nga mashtrimi që ky mashkull ua ka bërë. Mos i paragjikoni që në fillim se do ta kuptoni të vërtetën në vazhdim. Unë quhem Elsa. Jeta ime është bërë një dramë që çdo ditë e jetoj si një ndëshkim. Jo sepse kam vrarë apo kam bërë ndonjë krim, por sepse dashurova. Dashurova njeriun e gabuar në kohën e gabuar dhe pa e ditur e thyer zemrën e vet motrës sime. Unë dhe Emanuela, motra ime, ishim si binjaket pandara. Çdo gjë ndanim bashk, nga lodrat e fëmijërisë tek veshjet, ëndrat, sekretet, e deri tek shpresat për të ardhmen. Ajo ishte gjithmonë pak më e fortë, më e sigurt, ndërsa unë më e ndjeshme dhe më e heshtur. Por lidhja jon ishte e paprekshme, derisa një ditë ajo u thye. Motra ime kishte një lidhje dashurie me një djalë që e deshi shumë. Por si çdo gjë e bukur që zgjat pak, lidhja e tyre përfundoi. Ajo nuk foli shumë për ndarjen, vetëm tha se ishte më mirë kështu. E unë pa e ditur se për kë bëhej fjalë, disa muaj më vonë njoha një djalë që më magjepsi me fjalët e tij të ëmbla, me vëmendjen, me mënyrën se si më shikonte, më bëri të ndjehesha e veçantë, e parë, edhe për herë të parë edhe unë ndjeva çfarë ishte dashuria. Ai më propozoi pa e ditur të vërtetën, unë pranova. E mbaja lidhjen time të fshehtë, nuk i tregoja motrës nga frika se mos më thoshte se po gaboj, por në zemrën time gjithmonë besoja se ajo do të më përkrahte, derisa erdhi dita kur fati më përballi me realitetin. Mbeta shtatzën. Kur i tregova atij, ai nuk u largua. Përkundrazi më tha se do të kujdesej për mua, se do të më merrte në shtëpinë e tij dhe ashtu ndodhi. Por nuk isha e lumtur, sepse në shpirt ndjeja një plagë që filloi të hapet kur një ditë ai përmendi emrin e motrës time, Emanuelës. Ishte atëherë kur gjithçka ra mbi mua si rufeja. Ai ishte i njëjti djalë, i njëjti që kishte qenë me të. Zemra mu ndal për një moment. Ai më kishte dashuruar pas saj, dhe unë kisha rënë në krahët e njeriu që dikur kishte qenë i motrës time. Kur e mori vesh familja, gjithçka ndryshoi. Mamaja nuk më foli më, babai më quajti turp, më quajtën të përdal, më përçmuan, më përjashtuan nga çdo kujtim i ngrohtë që dikur më përkiste, ndërsa motra ime nuk më pa më në sy. Ajo që dikur më përqafonte çdo mëngjes, tashmë kalonte pranë si të isha e huaj. Jetoj në shtëpinë e një burri që më pranoi nga detyrimi dhe jo nga dashuria. Ris një fëmijë që nuk do të ketë kur gjyshërit dhe tezë në jetën e tij, sepse më përjashtuan si të isha një mallkim. Ndonjëherë shikoj fotot e vjetra me mua dhe Emanuelën, duke qeshur, të pafajshme, dhe pyes veten ku gabova. A ishte dashuria ime më e rëndë se e saj, apo ishte thjesht një rrjedhë tragjike e fatit që na ndau përgjithmonë? E vërteta është kjo. Unë nuk e desha asnjëherë ta lëndoj motrën time. Nuk e zgjodha me qëllim të dashurohesha me të njëjtin djalë. Ishte një zinxhir ngjarjesh që më çuan në këtë pikë. Sot jetoj me fajin, me mallin dhe me dhimbjen që s'ka emër, por njëkohësisht dua të jetoj për djalin tim. Ai është drita që më mban në këmbë. Dhe nëse një ditë kjo letër e zemrës time shkon deri tek Emanuela, dua t'i them: "Më fal. Të desha dhe të dua më shumë se çdo njeri tjetër. Jam ende motra jote edhe pse më ke larguar. Dhe asgjë, asnjë njeri, asnjë gabim nuk do ta ndryshoj këtë ndjenjë të vërtetë", thot Elsa. Së paku gjaku nuk shkruhet vetëm në lidhje biologjike, por me dashuri të sinqertë, dhe unë kam vetëm mall për ty. Në fakt, ky është rrëfimi i shkurtër i Elsës kundër drejt motrës së saj Emanuelës, ku Elsa ka rënë viktim
e një ngjarjes, e një historie në fakt pabesueshme, që të dy motrat janë dashuruar në të njëjtin burr, por jo në të njëjtën kohë. Do të thënë, e para që ka patur këtë për të dashur ka qenë Emanuela, që ka kaluar një periudhë me të dashurin e saj, por nuk i ka treguar askujt se kush është i dashuri, dhe në këtë rast do me thënë Emanuela nuk e ka ditur të vërtetën, më falni, Emanuela fiks nuk e ka ditur të vërtetën. Edhe më pas, Elsa është dashuruar me të dashurin e Emanuelës. Nga dashuria që kanë patur, në momentin që ti do mundohesh të bësh kapon, në këtë rast, ai çuni, Zoti e ka bërë që ky ta lej me barë këtë Elsën. Dhe çka ka ndodhur? Në momentin që Tezja, do me thënë, përhapet muhabeti që ky ka me barë etj, i shoqja tregon historinë e të motrës. Dhe aty e kupton që ai ka patur punë me të dy motrat. Ndoshta ai punën me Elsën nuk e ka marrë seriozisht, mund ta ketë bërë edhe si ndonjë lloj hakmarrje për Emanuelën, por e vërteta del që Elsa mbetet shtatzën. Dhe ky është trishtimi i madh që në fakt ka filluar më t'i kaploj të dy motrat. Sot të dy motrat nuk flasin, sot të dy motrat nuk kanë asnjë lloj raporti mes njëra tjetrës. Elsa ka lindur fëmijë, familjarët e Elsës e kanë përjashtuar të bien e tyre pse me këtë djalë, dhe nga detyrimi dhe nga mos dëshira, ky djalë ka arritur e ka marrë në shtëpi Elsën, dhe Elsa sot ndjet fajtore për gjithçka që po kalon në jetën e saj, dhe për të gjithë këtë trishtim në fakt që në jetë i ka ardhur si një dramë, si një dhimbje e pa imagjinuar kur. Dhe dy motra që ishin shumë të lumtura, sot janë shumë të ndara. Unë prandaj mendoj që transparenca është shumë e bukur dhe të tregosh është shumë e bukur për faktin sepse mund të hasesh në histori të këtilla që mund të të lëndojnë shumë, mund të të thyen shumë, edhe mund të të godasin shumë keq në zemër, si rasti i këtyre të dy motrave. Edhe në qoftë se kjo dashuri do të përfundonte, unë mendoj që familjarët duhet ta falin, se në fund të ditës ka bërë ndonjë gjë të madhe. Nuk e ka ditur që ka qenë e motra në lidhje, këtu e ka fajin në këtë rast e ka Emanuela që se ka informuar motrën e saj se me kë ka pas lidhje, dhe ky çuni e ka fajin që i ka shkuar nga mbrapa. Unë nuk e shoh këtu Elsën fajtore fare, sepse Elsa s'ka pas fare fajin në këtë pikë, por gjithsesi ndonjëherë njerëzit të pafajshëm bëhen pjesë të disa ngjarjeve që realisht krijohen fajtor për këto situata, dhe për këtë gjë doja të marr mendimin tuaj në këtë histori, me çfarë syri e shikoni ju këtë, si e gjykoni ju këtë, dhe çfarë përgjigje do t'i kishit dhënë ju kësaj ngjarje që në fakt është shumë e tmerrshme.